18 mars, Bill O'Reilly ka pasur dje të ftuar Bob Schneider, një komedian, pikërisht për të diskutuar atë që quhet woke. Dhe Schneider i thotë që wokeizmi është komunizm me emër të ri. Dhe një nga personazhet që është shumë anti-Trump është një aktor i madh me origjinë nga Arbreshët, Bob De Niro. Dhe si Schneider, ashtu dhe Bill O'Reilly kujtojnë kur janë përplasur me të sepse e majta këtu nuk e toleron dot djathtë, nuk e kupton. Do ta jap një çast. Çfarë lidhje ka presidenti Trump? Kudo në Shqipëri. Si Schneider, ashtu dhe Bill O'Reilly kujtojnë kur janë përplasur me të sepse e majta këtu nuk e toleron dot djathtë, nuk e kupton. Do ta jap një çast. Çfarë zgjidhjesh ka presidenti Trump për Iranin? Zgjidhja e parë do të ishte zgjidhja më ideale sikur një qeveri nga jashtë me dezident iranian, mbase djali i Shahut ngrinte një qeveri tranzitore dhe vendi të shkonte në një shtet demokratik. Varianti i dytë është varianti për pratikjet e Rama të vihet balloku, siç ndodhi në Venezuelë, por të gjynjëzuar barkas përpara Cezarit Donit. Kjo nuk ngjet sepse Netanyahu e ka vrarë të gjithë ata që drejtonin në Iran. Dhe e treta është që Doni po të largohet sepse ka mis mandatin, por kjo është një punë e papërfunduar dhe kjo ka ngjarë me Korenë e Veriut, me Pakistanin, kanë përfunduar që kanë pasur armë bërthamore. Kjo nuk duhet lejuar dhe nuk besoj se do ta lërë kompleks industrial ushtarak Donin, i cili ka probleme të tij, e majta akuzon se çdo gjë është për dosjen Epstein, probleme korrupsioni me ëndrrën e tij të llastuar. Çdo e keqe ka një të mirë, që të çosh për të bërë bisedime diplomatike, njëri ignorant diplomaci, siç është kushtri me një IQ shumë të ulët, është si të futur stikës vetes, ose të lëmë të kuptojmë që Trump ka dashur të shkonte në luftë dhe bisedimet kanë qenë kohë, sepse kushte nuk e ka idenë se ç'është uraniumi, ç'është pasurimi i uraniumit. E njëjta gjë me Witkoff, një ignorant tjetër në diplomaci. Dhe të dy këta kanë sjellë informacione tërësisht kundërta me inteligjencën amerikane tek Trump, të cilin e kanë bindur që ata janë gati duke bërë armë bërthamore dhe na godasin, dhe ky ka dhënë vistën për operacione ushtarak. Kishte kohë që është përpiluar, janë shkatruar mbi 5.000-6.000 objekte, targets. Dhe këtë radhë çdo gjë është bërë me inteligjencën artificiale. Pra, nuk i është dashur generalëve që të vendosin ku të godasin, sa të zjas, por është mbas të dhënave të mëdha, inteligjenca artificiale për 20 sekonda ka marrë një vendim, por këtu është një problem tjetër që kush vret? A mund të akuzojmë një general për krime lufte? Çfarë ndodhi tek ajo shkolla me fëmijët iranian që është goditur nga një algoritëm i inteligjencës artificiale, por me të dhënat janë dhënë nga Izraeli. Dhe duhet të them fal. Për një të vrarë në mënyrë të pafajshme, krijon 12 armiq në çdo vend. Dhe kjo do të ketë probleme më vonë. Por Trump ka bërë atë që nuk kanë bërë presidentët e tjerë. Nuk ka qenë aq paqësor Obama. Obama ka bombarduar për 7 muaj rresht Libin. Madje ditën që do të largonte, do dorëzonte detyrën, ka bombarduar mbi 8.000 bomba. Pra më vrasës ishte afrikan-amerikani Obama se sa skocezo-gjermani Trump. Natyrisht që Trump ka probleme shëndetësore.
por Pentagoni nga ana ushtarake është brillant. Drejtimi politik me një sekretar mbrojtje si Hegseth lë shumë për dëshiruar. Por revolucioni i madh që po kryhet në Pentagon për t'i hapur rrugë platformave djatha duhet përgëzuar. Problemet janë me mes mandatin. Trumpi e di që Kongresin e humb, por ka kohë që ekonomia të marrë një qershor korrik. Pra, mendoj se lufta do të përfundojë nga fundi i prillit, nëse vazhdojmë me këtë logjik, apo Trump do të largohet, edhe pse çdo ditë thot nga gjë të re, sot do t'i shkatrojmë, do të bëjmë diçka më të madhe, është problematike. Fundi fundit po trajtohet si luftë kur është një operacion ushtarak. Dhe tjetra që Izraeli mbetet aleati i vetëm i amerikanëve në lindjet e mesme. Aleat që vjen nga i qytetërim perëndimor me një ushtri potenciale, shumë e fortë, më e rrezikshme ushtria e Izraelit se sa Angli, Gjermani, Francë, Itali bashkë. Ndaj Trump tallet me këtë vend të NATO-s në këtë. Dhe Netanyahu do të hynte në këtë operacion ushtarak edhe nëse Trump do të hynte. Goditën kokë në gjarprit. Lufta ka ndryshuar. Janë vrarë 12 amerikanë. Të prehen paqe. Por kur kemi den luftën që bëjnë rusët, ku janë vrarë thuhet 1 milion deri 1.2 milion vet, dhe Ukrainës 300.000 deri në 400.000 vet, është një lloj tjetër lufte. Nuk ke nevojë të futesh më me trup. Realizohet nga aeri. Janë shkatruar 80% e raketave, 85% e dronëve, janë shkatruar komunikimet e gardës revolucionare të teokratëve diktatorial. Mbi të gjitha është shkatruar aviacioni, mbrojtja kundërajrore, marina detare, 30.000 të mbytur. Pra, është grushti i fundit. Ndaj Trump nuk duhet të rriqet. Natyrisht që do të ketë pak dhimbje, ngritje të çmimeve të naftës, por kjo është në short time, long run. Do të bjerë një qeveri miqësore me Amerikën, me Izraelin, me perëndimin në Iran, do të ishte një plus i madh për gjithë vendet që aspirojnë demokraci dhe prosperitet. Grusht për Kinën, grusht për Rusinë, who cares? Had a foundation, and I supported it because I'm a big fan of Robert Kennedy Me too. Sr. Gutsy guy. Oh, yeah. If you read Killing Kennedy, you see how Yeah. gutsy he was. No, unbelievable. He's the guy who made a Right. whole change from Joe McCarthy up until seeing poverty in America that he'd Right. never imagined. So I'm sitting there talking to Ethel Kennedy, talk about name dropping. That's Yeah. pretty good, right? Yeah, you're in. And I see Ethel's eyes come off mine, look over my shoulder. So I know somebody's approaching. And I turn around, it's De Niro. So Ethel goes, "Oh, Bobby, do you know Bill O'Reilly?" And I can't do the impression you do, but he goes, "Huh." I unwind from my chair, all 6'4" of me, get right up close to him and go, "Problem?" Vanished. She, Ethel Kennedy, laughed. She goes, "I've never seen Bobby move that fast." Small businesses are the best. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.
Shqipëri. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.